Në shfaqjen sin e të dy, thelbi është martesa. Një martesë nuk ka rëndësi e gjatë apo e shkurtër, pavarësisht se këtu flitet për një martesë 30 vjeçare, por thelbi është çfarë është martesa, domethënë, kur e kemi një martesë të mirë, kur e kemi një martesë të shëndetshme. Ne në fillimet tona të martesës, e thot edhe aktoria jonë që na duke si Muaj Mjalti, nuk e përkufizoj dot të kohën e Mjaltit, po pastaj fillojnë problemet. Mos harrojmë që ne mund ta ndërtojmë një familje në moment caktuar, si thua, të pandërtuar, pa njohur akoma vetveten, dhe vjen një moment që ti rritesh. Nëse të dy partnerët rriten në njëjtën kohë, ti jemi të bindur që do kemi një martesë të shëndetshme. Kjo nuk do të thotë që nuk ka betejë, nuk ka tërmete brenda një familje, por do kemi martesë përsi të shëndetshme dhe do të vazhdojë kjo martesë. Nëse ne të dy palët nuk rritemi në njëjtën kohë, por dikush rritet, dikush është më i përgjegjshëm për të mbajtur mbi supe ngarkesat për të cilat jeta është e përbërë më tepër me ngarkesa, me probleme, sesa me kënaqësi. Kënaqësitë, po të jemi të mençur duhet i vjedhim. Kështu që nëse ne nuk rritemi në njëjtën kohë, ose më saktë, siç e thotë edhe autori, nëse nuk kemi të bëjmë me dy individ që në radhë parë njohin vetveten, din të jetojnë dhe vetëm, mund të jetojnë bashkë. Nëse nuk di të jetosh vetëm normalisht, që ti po prite, je skllav i njërës pala apo tjetrës, kjo do krijojë gjithmonë probleme të tilla dhe që kjo betej nuk i ndan, domethënë ndodh kjo dhe i ndan. Në të kundërtën mund t'i gjesh përsëri bashkë. Nga momentet tona. Vërtet? Po. Ka qenë mirë pas ka qenë? Çudisim ka dalë nga mendja. Jo, ai ka qenë një nga momentet tona më të mira, nuk ka ta nga mendja. Mos ka të bëjë me atë korsen e tmerrshme ngjyrë vjollc? Po. Korseja e tmerrshme ngjyrë vjollc. Po pse kemi dalë bashkë? Çfarë dija unë për ty? Për këtë, basa. Ishim 4 veta në takim. Po. Vërtet? Unë, ti, edhe 2 njerëz të tjerë që shtireshim se ishim. E kisha një farmi. Erdhe. Desha të them se çfarë po bën? Çfarë po bën? Lexoj. Çfarë? Po lexoj. Çfarë po lexon? Librin tim. Kam dëgjuar gjithë Kam qenë i pashëm. Kam qenë i pashëm. Do kemi kaluar mirë bashkë. Ti ke qenë gjallë. Unë ti ish magjesë. Magjesë, mund të thuhet edhe kjo, Po 15 vjeç. Ti kam të luar fotografitë? Nuk i ke të gjitha se s'kam parë. Kam mjaft. Ajo që dua të them është që në këtë përplasje të këtij çifti, çdo njeri shikon veten e vet, shikon pjesë të jetës tij bashkëtorë, të martesës tij, dhe më e rëndësishme për mua është, po them, janë shumë mesazhe që ai përcjell në vepër, të cilat ne do të jemi përpjekur që t'i ruajmë edhe t'i përcjellim edhe ke spetatori jon. Por një nga mesazhet më, po themi, të ndritura që ai shkarkon është që një martesë e mirë, një martesë e dobishme ndërton individ, pra janë dy njerëz që ndërtojnë këtë martesë, nuk është një. Pra martesa e mirë, martesa e dobishme nuk bën një njeri, domethënë që femra për mashkulli shndrohet edhe bëhen 1 të 2, por ata janë 2 individ, janë 2 personalitete, të cilët fatmirësisht apo fatkeqësisht janë të aftë dhe janë në gjendje që ta përballojnë jetën edhe vetëm. Pra nuk është e domosdoshme që lidhja me një njeri është e pavdekshme, domethënë, apo e përjetshme. Dhe hap pas hapi pasaj në vepër autori shkarkon edhe shumë mesazhe të tjera, domethënë,
që një martesë apo një bashkëtesë e mirë dhe voçme e ka brenda edhe dashurinë dhe urrëtitjen, e ka brenda edhe xhelozin, i ka brenda të gjitha. Gjithë mrekullia është të dish ta menaxhosh. Bravo, bravo. Bravo, Pedro, bravo, bravo. Bravo.